the depths with you. Stop! Help somebody, please! I get lost! Imagjino të shtyhesh në një lumë malor të tërbuar në mëngjesin e dasmës tënde, jo nga të huaj, jo nga armiq, por nga vetë gruaja që e kuan veten nën. Imagjino ujin e ftohtë që të përpin, ndërsa dielli ende nuk ka lindur. Ndërsa fustani yt i nuseris varet ende në dhomë, ndërsa të ftuarit po përgatisin byrek dhe kafe turke, duke besuar se pas pak orësh do të festojnë lumturinë tënde. Kjo është historia e Sarandës, një vajze të qetë nga një fshat i vogël i Tropojës, që i mbjetoi një tradhtie që duhej t'i kishte marrë jetën. Një vajzë që u shty në lumin e Valbonës para agimit nga njerka e saj, Donika. Një vajzë që kishte një baba, Feritin, i cili zgjodhi heshtjen në vend të mbrojtjes. Një vajzë që u tradhtua edhe nga motra e saj e njerkës, Liridona. Por ajo që ndodhi më pas, askush në atë fshat nuk mund ta kishte imagjinuar. Para se të vazhdojmë, dua t'ju pyes diçka. Nga po na ndiqni sot? Jeni në Shqipëri, në Kosovë, në Gjermani, Zvicër, Itali, Shtetet e Bashkuara? Na shkruani në komente se nga po na shikoni, i lexoj të gjitha. Dhe nëse ju pëlqejnë histori të fuqishme shqiptare, plot emocion, drejtësi dhe ringritje, abonohuni në kanal dhe aktivizoni njoftimet që të mos humbisni asnjë histori tjetër. Tani, le t'ju kthej pas, aty ku gjithçka filloi. Ishte ende errësirë mbi malet e Tropojës. Fshati ishte i heshtur. Nuk dilte ende tym nga oxhaqet, nuk dëgjoheshin hapa mbi rrugicat me zhavor, vetëm zhurma e largët e lumit që rrithte nëpër lugin. Brenda një shtëpie të vogël prej guri, në skajin e fshatit, Saranda flinte e qetë mbi dyshekun e saj të hollë, pa e ditur se jeta e saj do të ndryshonte përgjithmonë. Dhe para se të këndonte gjeli i parë, dikush tashmë po qëndronte mbi të. Saranda hapi syt ngadalë, ende me zgjumit dhe heshtjes së rënd të natës malore. Dhoma e vogël mbante erën e lehtë të tymit të drurve dhe të rrobave të hekurosurave kujdes. Fustani i saj i dasmës varej në dollapin prej druri përballë shtratit. I thjesht, i bardh, duke pritur ditën që duhej të ndryshonte gjithçka. "Çohu bi", përshpëriti Donika sërisht, me një zë më të butë se sa Saranda kishte dëgjuar prej vitesh. "Kam një surprizë për ty, para se të zgjohet fshati." Butësia në zërin e saj e shqetësoi më shumë se sa do ta kishte bërë ashpërsia. Saranda u ngrit ngadalë, duke larguar flokët e gjatë të errët nga fytyra. Jashtë, qielli mbi Tropoj ishte ende blu i thellë, ndërsa malet dukeshin vetëm si hije të zbehta në horizont. Ishte shumë herët për përgatitjet e dasmës. Gratë nuk do të nisnin të hapnin petet për byrek derisa të këndonte gjeli i parë. Tepsit me baklava do të radhyteshin më vonë në obor. Kafja do të hidhej kur të vinin të afërmit. Asgjë nga këto nuk ishte filluar ende. "Surprizë?" pyetja jo me zë të unët. Donika pohoi me kokë. "Vishu dhe eja, nuk dua ta shohin të tjerët." Saranda hodhi shallin mbi supe dhe doli në korridor. Dyshemeja prej guri ishte e ftohtë nën këmbët e saj. Nga dhoma tjetër dëgjohej zëri i ulët i Feritit që kollitej mbi gjumë. Ai ishte shtrirë vonë mbrëmjen e kaluar, ulur vetëm në tavolinën e vogël prej druri, duke parë filxhanin e kafes, edhe pasi ajo ishte ftohur. Ai rrallë ndërhynte në vendimet e Donikës. Heshtja e tij ishte bërë pjesë e shtëpisë, si ora që tiktakonte në mur. Në obor, Liridona po priste pranë portës. Ajo shmangu shikimin e Sarandës. Duart I mbante të mbledhura fort përpara trupit. "Po vjen edhe ti?" pyeti Saranda butë. Liridona bëri një pohim të shkurtër me kokë. Ajri jashtë mbante erën e tokës së lagësht dhe të pishave. Një mjegull e hollë që ndronte mbi lugin. Nga poshtë dëgjohej zhurma e largët e lumit të Valbonës, e pandur prerë dhe e fortë. Asnjë dritë nuk ishte ndezur ende në shtëpitë përreth. Asnjë derë nuk ishte hapur. Ishte ajo lloj heshtjeje që zakonisht sjell qetësi. Ecën pa folur. Saranda përpiqej të merrte frym ngadalë. Sot duhej të largohej nga kjo shtëpi. Kishte vite që zgjohej para të gjithëve, pastronte oborin, lante enët me ujë të ftohtë, sillte dru, përgatiste gjella të thjeshta me fasule dhe bukë të sapopjekur, ndërsa Donika dhe Liridona flisnin me zë të ulët brenda. Ajo kurrë nuk ishte ankuar. Besonte se martesa do t'i sillte distancë, ndoshta edhe dinjitet. Rruga që morën nuk ishte ajo që të çonte te rruga kryesore ku do të vinin të ftuarit.
Ajo u kthye drejt shtegut të ngushtë pas fshatit, një shteg ku fëmijët paralajmëroheshin të mos shkonin pas errësirës për shkak të gurëve të lirshëm dhe pjerësisë së rrezikshme. Saranda u ndal për një çast. Donika, ku po shkojmë? Mos u ndal, tha Donika pa u kthyer. Do ta kuptosh. Zëri i saj nuk ishte më i butë. Vazhduan të ngjiteshin. Shtëpitë poshtë u bën më të vogla, zhurma e lumit u bë më e fortë. Qielli nisi të qelej lehtë në skaje, por dielli ende nuk kishte prekur majat e maleve. Saranda hodhi syt nga Liridona. Noçka e saj ishte e tendosur. Në dritën e zbehtë të mëngjesit, dukej e zbehtë. Dukesh e shqetësuar, tha Saranda me kujdes. A je mirë? Liridona gëllciti për nuk foli. Një erë e holl kaloi mes pemëve dhe e preku fytyrën Sarandës. Brenda saj lindi një ndjesi e rëndë. Jo frikë plot, por një kuptim i qartë se kështu nuk duhej të fillonte një mëngjes dasme. Duhej të ishte zhurmë, të qeshura, enë që përplaseshin lehtë, dikush që ta thërriste me gëzim. Në vend të kësaj, vetëm hapat e tyre mbi zhvarr. Arritën në një kthes më të lartë ku toka u bë më e ashpër dhe bimësia më e dendur. Saranda u kthye të shikonte pas. Fshati shtrihej poshtë, i heshtur dhe i largët, sikur ta ndante prej saj më shumë se vetëm lartësia. Zemra nisi të rinte më fort. Kjo nuk është rruga për askund, tha ajo më shumë për vete. Donika e ngadalsoi hapin për një çast, por nuk u kthye. Liridona u afrua pas saj, shumë pranë. Pafajësia e Sarandës nuk zhduk me njëherë. Ajo tret ngadalë me çdo hap larg çatisë së fundit që ende dukej. Kur arritën në kreshtin e ngushtë që shihte mbi luginën më të thellë, ajo e kuptoi me siguri se nuk po shkonin drejt ndonjë surprize. Po shkonin drejt një vendi ku ajo nuk ishte menduar të shkonte kurrë. Kreshta u bë më e ngushtë ndërsa vazhduan përpara. Toka e pabarabartë nën këmbët e tyre. Gurë të lirshëm lëviznin me çdo hap. Poshtë tyre, lumi bënte një kthes të fortë mes dy mureve të errta shkëmbore. Rrjedha më e zhurmshme këtu, duke goditur brigjet me forcë. Ishte ajo pjesë e luginës ku barinjt i paralajmëronin fëmijët të mos afroheshin. Edhe në verë, uji rrithte i shpejt dhe i pamëshirshëm. Saranda ngadalsoi hapat. Frymëmarrja e saj e pasigurt. Pse jemi këtu? Pyeti ajo, duke u kthyer nga Donika. Donika ndaloi. Për herë të para të mëngjes e pa drejt në sy. Butësia ishte zhdukur. Në vend të saj qëndronte diçka e fortë dhe e grumbulluar prej kohësh. Mendon se je më e mirë se ne? Tha Donika me zë të ulët por të tendosur. Mendon se martesa do të ngrejë mbi këtë shtëpi? Saranda e shikoi e hutuar. Nuk kam thënë kur diçka të tillë. Nuk ishte nevoja ta thojesh. Noçka e Donikës u tendos. Që ditën kur linde gjithçka ndryshoi. Babari yt nuk më pa më njësoj. Ti ja kujton nënën tënde sa herë të sheh. Fjalët e goditën më thellë se sa priste. Ajo bëri një hap pas. Kjo nuk është faji im. Jo, u përgjigj Donika duke u afruar. Por unë kam jetuar në hijen e saj mjaftueshëm. Liridona qëndronte pak më tutje. Fytyra e saj e zbehtë, por e vendosur. Nuk foli. Heshtja e saj dukej si miratim. Saranda pa njërën e pastaj tjetrën. Ajri në atë lartësi dukej më i rëndë. Zhurma e lumit poshtë u rrit, duke u përplasur fort mes shkëmbinjve. Duhet të kthehemi, tha ajo me kujdes. Të ftuarit do të zgjohen. Nuk do të ketë dasëm për ty, u përgjigj Donika. Para se Saranda të reagonte, Donika e shtyu fort nga supi. Forca e papritur e humbi ekuilibrin. Taka e saj rrëshqiti mbi zhavor. Toka ju zhduk nën këmbë. Ajo u rokullis poshtë shpatit të pjerët, gurët e mprehti qanë pëllëmbët dhe gjunjët. Trupi i saj u përplas me shkëmbinj përpara se të rrëshqiste më tej drejt buzës së thepisor. Ajo arriti të kap diçka të trashë të ashpër, një rrënjë peme që dilte nga faqja e shkëmbit. Ajo e ndaloi pak para rënjes së lirë. Poshtë lumi vlonte me forcë, shku me bardhë që përplasej me rrjedhën e errët. Më ndihmoni, bërtiti ajo. Zëri i saj u përhap në lugin. Donika, të lutam. Krahët i dridheshin nga pesha e trupit. Dhiu po shembej në ngjishtat e saj. Donika u afrua në buzë dhe e pa asnjë shprehi. Nuk ishe menduar të largoheshe nga kjo shtëpi me kokën lart. Tha ftohtë. Saranda e shtrëngoi rrënjën më fort. Nuk të kam bërë kur keq. Kam punuar për ju. Ju kam respektuar. Liridona u afrua. Për një ast shumë të shkurtër, fytyra e saj u lëkund. Pastaj, u ngurtësi. Do të na lëshoje në hije, tha ajo. Njerëzit do të flisnin për ty, do të na harronin ne.
Saranda ndjeu më shumë mosbesim se sa frikë. Ti e motra ime. Liridona nuk o përgjigj. Ajo shtypi me këmbë tokën pranë rënjës, duke e shtyrë qëllimisht. Dhiu zhvendos. Rënja u lirua pak nga shkëmbi. Saranda gulqti. Të lutem, do të iki larg, do të largohem pa zhurmë. Donika u ul më pranë, zëri i saj ulët. Prikërisht këtë do të bësh. Rënja u shtëput edhe pak. Krahët e Sarandës po digjeshin nga lodhja. Gishtat po i rëshqisnin, ndërsa dhiu dhe gurët e vegjël binin në ujin e vrulshëm poshtë. Ajo ngriti sytë për herë të fundit, duke kërkuar hezitim në fytyrat e tyre. Nuk kishte. Rënja u këput. Trupi i saj ra në ajër sa era i rrëmbeu vritmur e fundit, para se lumi ta përbillte të tërën. Uji e goditi si gur, i ftohti i mprehti mbushi mushkrit. Rjedha e tërhoqi me njëherë nën sipërfaqe. Ajo e përpoqi të ngrihej, por forca e lumit e përplasi anash duke e goditur me shkëmbinj të fshehur. Uji i hyri në gojë dhe nund. Krahët dhe këmbët lëviznin pa drejtim. Zgjati dorën lart, por nuk kishte asgjë për t'u kapur. Sipër, Donika dhe Liridona pan vetëm për një ast, ndërsa rjedha e largonte nga kthesa. Shkuma e bardhë u mbyll me kokën e saj. Brenda sekondash, trupi i saj u tërhoq më tej dahe lumit duke u zhdukur pas gushtësisë së thellë. Lumi vazhdoi të rrithte si gjithmonë, i pandjeshëm dhe i pamëshirshëm. Kur drita e parë e mëngjesit treqi majat e maleve, poshtë në shkëmb nuk dukej më asnjë gjurmë e saj. Vetëm zhurma e ujit që rrithte pandalur. Donika dhe Liridona hynë në obor pikërisht kur drita e parë e zbeht preku çatit e fshatit. Këpucët i kishin të mbuluara me pluhur nga ngjitja dhe frymëmarrja e Donikës ishte e çrregullt, por ajo e qetësoi shpejt veten përpara se të hapte derën prej druri. Brenda, shtëpia ishte ende në heshtje. Feriti nuk ishte zgjuar. Nga obori i fqinjit dëgjohej kënga e parë e gjelit që thyen qetësinë e mëngjesit. Shko në dhomë, i pëshpëriti Donika me vendosmëri Liridonës, mos thuaj asgjë. Brenda pak minutash, të dyja ishin shtrirë në shtretër sikur të mos kishin dalë fare. Fshati nisi të zgjohej. Tymi holl u ngrit nga oxhaqet, gratë dolën të pastronin obërret. Era e brumit që po fryhej dhe e drurve të djegura përhapej në ajër. Sot duhet i ishte ditë feste. Në shtëpinë e Feritit, përgatitjet ishin bërë që mbrëm, tasa me arra për baklava, miell i situr për byrek, filxhan të vegjël të rrathitur për kafen e mëngjesit. Feriti doli nga dhoma duke rregulluar jelekun, me një ndjenjë të qetë krenarie në fytyrë. U drejtua te dera e Sarandës dhe trokiti lehtë. Saranda, thiri, është koha. Nuk pati përgjigje. Ai hapi derën. Dhoma ishte bosh, shtrati i rregulluar, fustani i bardhë varej ende i paprekur. Qëndroi për një çast i hutuar. Kontrolloi oborin, magazinën e vogël, shtegun drejt çezmës së fshatit. Asgjë. Një shqetësim i heshtur i zuri vend në kraharor. U kthyele brenda dhe trokiti në derën e Donikës. Ajo e hapi ngadalë, duke fërkuar syt si e sapo zgjuar. A e ke parë Sarandën? Pyeti ai. Donika ngriti vetullat me habi të shtirur. Jo, mendova se ishte me ty. Feriti u kthye nga Liridona dhe Magdalena që kishin dalë në korridor. A e ka parë ndonjëra prej jush këtë mëngjes? Magdalena hezitoi. Gishtat i shtrënguan fort shallin. Kam dëgjuar zëra shumë herët, mu duk se dëgjova Sarandën jashtë dhe ëndra, ndërhyri me njëherë Liridona. Ke qenë në gjumë. Magdalena heshti në shikimin e mprehtë të Donikës. Feriti doli sërish në obor, duke vështruar rrugën. Të ftuarit do të vinin brenda pak orësh, dy fqinj të moshuar po afroheshin me tepsi të mbuluara. Donika doli pas tij dhe uli zërin. Dëgjo me kujdes, tha ajo. Nëse Saranda është larguar, atëherë ka zgjedhur vetë të largohet. Pse do ta bënte? Pyeti Feriti i trazuar. Ndoshta nuk e donte këtë martesë, tha Donika me ton të përmbajtur. Më mirë të ik tani se sa të na turpëroj para gjithë fshatit. Feriti hodhi syt nga rruga, i pasigurt. Pak më vonë, makina e parë u ndal pranë portës. Nuk ishte ndonjë kortezh i madh, vetëm dy makinat e errta që u ndalën në heshtje. 3 burra zbritën, të veshur me kostume të rregulluara, por pa ndonjë të afërm tjetër me vete. Fytyrat e tyre ishin të ftohta, të matura. Donika buzëqeshi me mirësjellje dhe i ftoi brenda. Kafja u hodh shpejt. Tepsit me ambëlsira u vendosën pa këngë e pa zhurmë si zakonisht në një dasëm. Ku është nusja? Pyeti njëri prej burrave, me qetësi. Feriti hezitoi, por Donika u përgjigj me njëherë.
Ajo ka ndryshuar mendje. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Nuk mund t'ju kthej mbrapsht panuse, vazhdoi Donika me kujdes. Liridona bëri një hap përpara. Fytyra e saj e zbeht, por e vendosur. Unë do ta zëvendësoj, tha. Jam në mosh, nuk do ta lejoj familjen të turpërohet. Feriti e pa i shtangur. Kështu nuk bëhen këto punë, murmuriti ai. Donika ju afrua. Nëse i kthej mbrapsht, do të flitet për vite. Mendo për Magdalenën, mendo për emrin ton. Jashtë portës disa fshatar ishin mbledhur, kurishtar. Vendimi u mor shpejt, tepër shpejt. Hoxha u thirr me nxitim. Ceremonia u krye në obor me pak formalitete. Nuk pati muzik, nuk pati valle. Kafja u pi në heshtje të ftohtë. Magdalena qëndronte pranderës, sytë e saj kërkonin rrugën sikur të priste sarandën të kthehej në çdo çast. Era ngriti cepin e veluar të bardh, ndërsa Liridona qëndronte pranë burrit që e tashma ishte shpallur bashkëshorti i saj. Burrat e pranuan ndryshimin, pa kundërshtim. Brenda një ore, valixhet u ngarkuan në bagazhin e makinës. Liridona e përqafoi shkurt Donikën, duke shmangur shikimin e Feritit. Ai qëndronte pranë portës, fytyra e lodhur e zymt. Motorët u nisën, makinat u nisën, duke ngritur pluhur mes rrugës së ngushtë të fshatit. Zhurma e tyre u përhap mes shtëpive, përpara se të zbehej në largësi. Magdalena i ndoqi me sy derisa u zhdukën pas kthesës. Oborri duk më i ftohtë se në agam. Askush nuk foli, dhe megjithse fshati u kthye ngadalë në ritmin e zakonshëm, një ndjenjë e rëndë mbeti pezull në ajër edhe pasi rruga mbeti bosh. Makina vazhdoi rrugën në mënyrë të qëndrueshme përgjatë asfaltit të ngushtë malor, duke lanë pas tropojën. Në fillim, Liridona i mbajti sytë të fiksuar te pejzazhi që kalonte shpejt, duke u përpjekur të qetësonte frymarrjen. Veli i bardh i rinte i shtrëmbër mbi supe, dantela e tij kapeshte pas sediljes së ashpër. Pranë saj, burri që ishte prezantuar si bashkëshorti i saj, shikonte drejt përpara, me një fytyrë të ftoftë dhe të palëvizshme. Ajo e kishte imagjinuar këtë moment ndryshe. Duhej të kishte të afërm në makinë, biseda të buta për të ardhmen, ndoshta një ndalesë në ndonjë kafene buzrrugës për një kafe para se të vazhdonin udhëtimin. Në vend të kësaj, kishte vetëm heshtje dhe zhurmën e ulët të motorit. Kaluan kuksin pa u ndalur. Liridona u lëviz pak në sedilje. Mendova se do të ndalonin për të takuar familjen tuaj fillimisht, tha ajo me kujdes. Burri nuk e pa. Planet ndryshojnë. Zëri i tij ishte i sheshtë. Makina e dytë ndiqte nga pas. Në pasqyrën anësore, ajo dalloi shoferin e makinës tjetër që mbante sytë përpara me përqendrim të ftohtë. Asnjëri prej tyre nuk komunikonte mes vetes siç do të bënin zakonisht familjarët në një ditë të tillë. Nuk kishte urime, as fjalë gëzimi. Rruga filloi të dukej e panjohur. Nuk u kthyen drejt në një qendre fshati, nuk hyn në ndonjë lagje me shtëpi apo dyqane. Vazhdonin drejt rrugëve më të rralla ku asfalti ngushtohej dhe pemët dendësoheshin nga të dy anët. Duart e Liridonës u shtrënguan në prehër. Ku po shkojmë saktësisht? Pyeti ajo me kujdes. Ku e ke vendin tani? U përgjigj burri pranë saj. Mënyra si e tha e bëri të ndjente një të ftohtë të brendshëm. Ajo pa unazën në gjisht, duke i më e rëndë se pak orë më parë, kur ishte vendosur në oborin e shtëpisë së saj. I erdhi ndërmend shikimi i qëndrueshëm i Donikës, ceremonia e nxituar, pëshpëritjet e fqinjve që nuk ndërhyn. Një kuptim i ngadalt filloi të merrte formë. Makina la rrugën kryesore dhe hyri në një zonë të pyllëzuar. Pemët u bën më të larta, degët e tyre krijonin hije të gjata mbi rrugën. Nuk kishte shtëpi, as ara, as tezga buzrrugës siç ndodhte shpesh në zonat rurale. Ndalo makinën, tha papritur, kam nevojë për ajër. Shoferi e injoroi. Ajo u kthye nga burri pranë saj. Nuk ndihem mirë me këtë rrugë, nuk na thatë për këtë. Ai e pa për herë të parë. Fytyra e tij nuk ishte më neutrale, ishte e ftohtë. Nuk je më në pozicion të bësh pyetje, tha qetë. Zemra e saj nisi të rinte fort. Çfarë do të thotë kjo? Burri në sediljen e përparme të makinës tjetër nxori pak kokën nga dritarja dhe e pa nga pas. Nuk kishte asnjë senj mirëkuptimi në sytë e tij. Duhej të kishe bërë më shumë pyetje para se të pranoje, tha me një buzëqeshje të hollë. Fjalët e tij i rënduan në stomak. Nuk ka pasur pranim, pëshpëriti ajo. Ishte martesë. Burri pranë saj nxori një frym të thatë. Martesë, përsëriti ai me ironi të hopur. Rruga u kthye në xhvor, pluhuri u ngrit pas makinave. Pylli u bë më i dendur,
duke blokuar dritën e diellit. Ajri brenda makinës duke I më I rënd. Nuk mund ta bëni këtë, tha ajo. Zëri tani I dridhej. Familja ime e di ku jam. E din që u larguat, tha shoferi pa u kthyer. Fytit ju tha, në mendje I kaluan pamjet, nxitimi I Donikës, heshtja e Feritit, mënyra si gjithçka u organizua pa shumë pyetje, numri I pakët I burrave që erdhën, mungesa e vajzave, pranimi I menjëhershëm. E kuptoj. Nuk ishte zgjedhur, ishte shkëmbyer. Më keni shitur, tha me zë të ulët, më shumë për vete. Askush nuk e kundërshtoi. Makina ngadalsoi ndërsa arritën në një hapësirë të hapur brenda pyllit. Nuk kishte ndërtesa, vetëm një shteg që futej më thellë mes pemëve. Liridona kapi dorezën e derës, por ishte e mbyllur. Rri e qetë, tha burri pranë saj me ashpërsi. Frika e pushtoi plotësisht. Hodhi syt nga pemët e dendura, të heshtura. Askush nuk do të ndëgjonte këtu. Askush nuk do të pyeste për një makinë të ndalur. Të plutem, tha me zë të thyer. Më lini të telefonoj babain. Nuk pati përgjigje. Makina u ndal. Motori u fik. Heshtja e pyllët I rrethua. Për një çast mendoi të mos bërtiste. Pastaj bërtitja u shpërtheu nga fyti, I mprehtë dhe I dëshpëruar. Zëri I saj u përplas për një moment mes pemëve, pastaj u përpi nga heshtja e thellë e pyllit. Askush nuk erdhi, dhe ndërsa burrat dolën nga makinat dhe hapën derën e saj, pesha e zgjedhjes së saj, e nxitur nga zilia dhe lakmia, rambi të plotësisht. Rruga për në tropoj ishte tashmë shumë e largë për t'u kthyer. Lumi ishte qetësuar kur arriti në luginën e ulët pranë Gjakovës. Vrulli I egër I maleve ishte zbutur në një rrjedhë të qëndrueshme që kalonte mes brigjeve me kallama dhe gurve të lëmuar. Atë mëngjes herët, Mimoza zbriti brejt ujit me një shport të thurur plot me rroba për t'i larë. Ajo njihej në lagje si gruaja që zgjohej para lindjes së diellit, duke shfrytzuar qetësinë para se dita të mbushej me zëra. Vendosi shportën në tokë dhe eci me kujdes përgjatë bregut të lagësht. Ajri mbante erën e dheut të njomur dhe të neneqikut të egër që rritej pranurit. Ndërsa u përkul për të shpëlar një batanie të trash leshi, diçka e zbehti tërhoqi vendjen më poshtë në rrjedhë. Në fillim mendoi se ishte ndonjë cop dru e sjell nga lumi, pastaj dalloi flok të gjatë të zinj të ngatëruar mes kallamave. Zemra ju shtrëngua. U afrua me hapa të ngadalt. Një vajzë e re shtrihej gjysmë në ujë, gjysmë mbi gur, fustani I grisur, lëkura e zbehtë mbi sipërfaqen gri të lumit. Rrjedha I prekte lehtë krahun, sikur hezitonte ta merrte sërish me vete. Mimoza hodhi batanien. O Zot, po shpëriti. U përkul dhe I preku qafën me gishta që I dridheshin. Pulsi ishte I dobët, por I ndjeshëm. Pa humbur kohë, mblodhi fundin e fustanit dhe u nis me nxitim drejt vilës që ndodhej pak më lart nga rruga e luginës. Shtëpia I përkiste Sakipit, një biznesmen I respektuar që ishte kthyer prej vitesh nga jashtë. Edhe pse vila ishte e madhe dhe e ndërtuar me gur të latuar, familja njihej për jetesë të thjeshtë dhe të rregullt. Djali I tij, Drani, ishte kthyer së fundmi pas studimeve në Shkodër. Mimoza arriti te porta prej hekuri dhe thirri me zë. Brenda pak minutash, Drani doli në obor duke rregulluar xhaketën. Ka një vajzë pranë lumit, tha Mimoza me frymë të shkurtër. Është gjallë, por mezi merr frymë. Drani nuk hezitoi. E ndoqi menjëherë poshtë, bashkë me 2 punëtorë të shtëpisë. Kur arritën te bregu dhe pan gjendjen e vajzës, Drani u ul pranë saj. Frymarrja e saj ishte e cekët. Balta I kishte lënë shenja në fytyrë. Duart dhe gjunjët ishin të qarë. Me kujdes, tha ai ndërsa e ngritën me kujdes. E çuan në vilë dhe e vendosën në një dhomë të qetë në katin përders. Sakipi u njoftua menjëherë. Ai hyri me qetësi duke vëzhguar situatën pa panik. Thirrni Mihanen, tha ai. Mihane erdhi brenda një ore, me një çantë të vogël lëkure të mbushur me barra të thata dhe shishe qelqi. E kontrolloi vajzën me kujdes, I preku brinjët, I pas syt, I dëgjoi frymmarrjen. Ka gëlltitur ujë, tha ajo, dhe është në gjendje shoku. E mbushtollën me batanie të ngrohta. Mihane përgatiti një çaj me barra mali që forconin mushkërit. E la të ftohet pak dhe ja dha me lugë të vogla. Një përzierje me gjethe të shtypura u vendos mbi mavjosjet e saj. Për 2 ditë ajo nuk u zgjua. Sakipi kërkoi që shtëpia të qëndronte e qetë. Ushqimet përgatiteshin si zakonisht, oriz, kosi freskët, perime të pjekura,
por bisedat ishin të ulta. Në mëngjesin e tretë, gishtat e Sarandës lëvizën lehtë mbi çarçaf. Drani që vrinte pranë dritares u ngrit menjëherë. Qepalpat e saj u drodhën dhe u hapën ngadalë. Shikimi i saj ishte i hutuar. U përpoq të ulej, por ndjeu dhimbje. "Je i sigurt?" tha Drani me zë të butë. Sytë e saj përshkruan dhomën e panjohur, muret e bardha, dollapin prej druri, perdet e lehta. Paniku u kthye shpejt. "Ku jam?" pyeti me zë të ngjirur. "Në Gjakov," u përgjigj Sakipi nga dera. "Të gjetën pranë lumit." Kujtesa ju kthye me copza, shtyrja, rënja, uji i ftoftë. Lotët i mbushën syt. Sakipi u afrua pak, por mbajti distancë. "Na trego çfarë ndodhi." Saranda foli me zë që i dridheshin, por pa egzagerim. Tregoi për ecjen në mëngjes, për përballjen, për shtyrjen. Çdo detaj ishte i qartë, i rënd. Kur mbaroi, në dhomë ra heshtje. "A dëshiron të kthehesh në shtëpi?" pyeti Sakipi me kujdes. Reagimi i saj ishte i menjëhershëm. "Jo." Fjala doli më e fortë se sa mendonte. U përpoq ta zbus. "Ju lutem, nuk mund të kthehem." Ajo nuk kërkoi hakmarrje, nuk kërkoi ndëshkim. "Dua vetëm një vend të sigurt," tha me zë të ulët. "Një vend ku të fle pa frikë." Sakipi e pa për një çast. Në fytyrën e saj lexoi lodhje më shumë se zemërim. "Do të qëndrosh këtu," tha ai në fund, "derisa të forcohesh. Askush nuk do të të shtisoj." Një lehtësim i qetë i zbuti tiparet e saj, edhe pse trauma ende i qëndronte në sy. Jashtë, lumi vazhdonte rrjedhën e tij të qetë. Brenda vilës, Sarandës ju dha një dhomë, rroba të pastra dhe ndjenja e parë e sigurisë që kishte njohur pas shumë vitesh. Shërimi nuk erdhi menjëherë. Erdhi ngadalë, përmes zakoneve të vogla që u kthyen përpara se forca e saj të rikthehej plotësisht. Brenda një jave, Saranda këmbguli të ngrihej nga shtrati pa ndihmë. Mihane e kishte këshilluar të mos lodhej, por qëndrimi i gjatë në dhomën e miqve e bënte të ndihej e mbyllur. Një mëngjes, para se të linte dielli, hodhi shallin mbi supe dhe doli në obor. Gurët e shtruar ishin ende të freskët nga ajri i natës. Një mjegull e lëhtë qëndronte mbi shkurret e krastitura. Pa kërkuar leje, mori fsheshën që ishte mbështetur pranë murit dhe filloi të pastronte ngadalë, me kujdes, sikur po rikthehej në një ritëm të njohur. Nuk ishte detuim, ishte diçka që e njihte. Lëvizte me hapa të matur, duke shtyr gjethet e rëna pranë burimit në mes të oborit. Zhurma e lehtë e fsheshës mbi gurë mbante të përqendruar. Çdo lëvizje ishte një mënyrë për të rimarrë kontrollin mbi diçka të vogël, por të sigurt. Drani e pa nga balkoni i katit të sipërm. Nuk e ndërpreu. Vëzhgoi mënyrën si qëndronte, pa ankesa, pa kërkuar vëmendje. Në fytyrën e saj nuk kishte mullef, vetëm përqendrim. Më vonë atë mëngjes, Saranda hyri në kuzhinë. Stafi kishte filluar përgatitjet e mëngjesit, por ajo kërkoi me zë të butë nëse mund të ndihmonte. Njëra prej grave i dha një tas me brum. Ajo hapi petët me kujdes për byrek, duke shpërndar spinaqin dhe djathin në mënyrë të barabartë përpara se ta paloste. Lëvizjet e saj ishin të sigurta. Nuk kërkoi gjëra të veçanta, vetëm vaj ulliri, pak krip dhe barra të freskëta nga kopshti. Kur tepsia u fut në furrë, aroma e brumit të pjekur dhe djathit të ngroft u përhap në shtëpi. Në tavolinën e gjatë prej druri, rojet që kishin qenë në turnin e natës po mbaronin çajin. Saranda u hodhi kafen në filxhan të vegjël dhe i vendosi para tyre pa zhurmë. "Faleminderit," tha njëri prej tyre me qetësi. Ajo buzëqeshi lehtë. Drani u ul pak më vonë, mori filxhanin dhe e pa drejt. "Nuk ke nevojë ta bësh këtë," tha ai. "E di, por ndihem më mirë kur lëviz." Ishte biseda e parë e sinqertë mes tyre që nuk kishte lidhje me shpëtimin e saj. Ditët u kthyen në javë. Saranda nisi të merrej me punë të vogla në shtëpi. U iste vazot në verandë, paloste çarçafet në lavanderi. Ecën ngadalë në kopshtin e pasëm ku rriteshin domate dhe speca të rreshtuara me bides. Çdo detyrë i kthente një copë qetësie. Nuk fliste për hakmarrje, nuk kërkonte ndëshkim. Kur Sakipi përmendi njëherë mundësinë e njoftimit të autoriteteve në Tropol, ajo lëvizi kokën butë. "Dua distancë, jo konflikt," tha. Drani e respektoi këtë. Mbrëmjeve, ai e gjente shpesh ulur pranë bankës së kopshtit, duke parë perëndimin pas kodrave.
Qielli kalonte nga portokalli i zbeht në vjollc të thellë dhe ajo rinte në heshtje, duart të mbledhura në preh. Një mbrëmje, ai solli 2 gota të vogla me çaj mali dhe ul pranë saj. Je më e fortë se sa mendon, tha pas një pauze të gjatë. Ajo buzëqeshi lehtë. U detyrova të jem. Bisedat mes tyre u thelluan ngadalë. Flisnin për gjëra të zakonshme, për studimet e tij në Shkodër, për kujtimet e saj nga fëmiria para se të humbiste nënën, për ndryshimet mes jetës në mal dhe në qytet. Nuk kishte nxitim mes tyre, as deklarata të mëdha. Besimi u ndërtua në heshtje dhe respekt. Saranda nisi të qeshte sërish. Zëri i saj e befasoi herën e parë që doli natyrshëm. Ishte një ndjesi e harruar, por e mirëpritur. Drani e gjeti veten duke përshtatur orarin për ta shoqëruar në rutina të vogla. E çoi një herë në tregun e qytetit, ku ajo zgjodhi barra të freskëta dhe disa copa pëlhure për të rregulluar fustanin e grizur. I falenderoi shitësit me qetësi dhe respekt. Dinjiteti i saj ishte ajo që e preku më shumë. E mbante dhimbjen pa urrëtie, e pranonte, pa lejuar që ta përcaktonte. Një pasdite vonë, ndërsa qëndronin pranë portës së kopshtit, Drani foli me kujdes. Ka diçka që nuk e kemi përballur, tha. Ajo e pa me qetësi. Tropoja, vazhdoi ai. U largove pa mbyllje. Fjala qëndroi pezull mes tyre. Saranda uli syt për një çast. Emri i fshatit ende i sillte pesh në kraharor. Nuk dua t'i shoh, pranoi ajo. E kuptoj, por ndonjëherë kthimi nuk është për ta, është për ty. Një erë lehtë lëvizi degët e pemëve. Ai nuk e shtyu më tej, vetëm shtoi. Nëse do vendosësh të shkosh, nuk do t'jesh e vetme. Saranda qëndroi në heshtje, ndjer balancën mes frikës dhe gatishmërisë. Për herë të parë që ngarumi, mendimi i kthimit nuk i duke i pamundur. Rruga për në tropoj ju duk më e ngushtë se sa e mbante mend. Malet qëndronin po njësoj, por pesha brenda saj ishte ndryshe tani. Drani nguziste pa folur kot, duke respektuar heshtjen e saj. 2 makina i ndiqnin nga pas, jo si shfaqje force, por si mas sigurie. Nuk pati hyrje të bujshme, as njoftime. Kur arritën në skajin e fshatit, Saranda i kërkoi të ndalonte për një çast. Zbriti dhe hodhi syt mbi çatit e njohura, muret priguri, shtigjet e ngushta që dikur ishin gjithë bota e saj. Ajri mbante erën e tymit të drurve dhe bukës së sapo pjekur. Asgjë nuk ishte ndryshuar. E megjithatë, gjithçka ishte ndryshe. Makina hyri ngadalë në qendër të fshatit. Disa burra që rinin ulur pranë dyqanit të vogël ndalën bisedën. Një grua me një tepsi të mbuluar në duar ndaloi në mes të rrugës. Nuk e njohën menjëherë. Pan një vajzë të veshur me thjeshtësi, por me dinjitet, që zbriti nga makina me qëndrim të drejtë dhe lëvizje të qeta. Magdalena ishte e para që e kuptoi. Ajo po qëndronte pranë portës së oborrit, duke shkundur një pecetën nga thërrimet e brumit. Kur sytë e saj u takuan me Sarandën, peceta i ra nga duart. Saranda? Pëshpëriti. Saranda pohoi me kokë. Magdalena vrapoi drejt saj pa hezitim, e përqafoi fort, shpatullat i dridheshin. Nuk ishte përqafim dramatik, ishte leftësim. Saranda e mbajti pranë, duke ndier sa e dobët ishte bërë. Je gjallë, murmuriti Magdalena. Po, u përgjigj Saranda me qetësi. Lëvizja tërhoqi vëmendjen. Fqinjet filluan të afrohen, me kureshtje, por pa zhurmë. Në fshat, lajmi përhapet shpejt pa pasur nevojë për britma. Feriti doli nga shtëpia, i lajmëruar nga zhurma. U ndal në vend kur e pa. Për një çast fytyra e tij tregoi mosbesim, pastaj u mbush me një leftësim të dëshpëruar. Saranda, tha ai, duke bërë një hap përpara me krahët të hapur. Ajo nuk lëvizi drejt tij. Ai u ndal disa hapa larg, i hutuar. Ne menduam, zëri u drodh, menduam se ishe larguar. E dinit që nuk ishe larguar, tha ajo me qetësi. Fjalët nuk kishin mlef, kishin siguri. Fshatarët u afruan pak më shumë, duke dëgjuar pa ndërhyrje. Në fshat, lajmi përhapet shpejt pa pasur nevojë për britma. Donika doli në pragun e derës pas feritit. Ngjyra ju zbeh kur pa Sarandën të qëndronte aty, e qetë dhe fort. Saranda u kthye paksa që zëri i saj të dëgjohej qartë, pa ngritur tonin. Më qove te lumi para agimit, tha duke parë drejt Donikës. Më the se kishte një surprizë. Një murmurim i lehtë kaloi mes fqinjve. Donika u përpoq të fliste, por fjalët nuk i dolën. Më shtyve,
vazhdoi ajo. Liridola qëndronte pranë teje. Feriti e ktheu kokën ngadalë nga gruaja e tij, mosbesimi i lexueshëm në fytyrë. Kjo nuk është vërtet, tha Donika më në fund, por zëri i saj ishte i dobët. Saranda nuk e ngriti tonin. U kapa pas një rrënje peme derisa u kput. Heshtja që pasoi ishte më e rëndë se çdo akuzë. Rash në lum, përfundoi ajo. Mbijetova. Feriti u lëkund paksa, sikur toka nën këmbë të mos ishte më e qëndrueshme. Na thatë se ishte larguar, tha një fshatar i moshuar me zë të ulët. Duart e Donikës dridheshin anash trupit. Nuk kërkova asgjë atë mëngjes, tha Saranda me qetësi. Isha gati të largohesha me dinjitet. Në vend kësaj, u dërgova drejt vdekjes. Askush nuk u përpoq ta mbronte Donikën. Feriti i shikoi me styre, fytyra e zbehtë. Pse? E pyeti gruan, por pyetja dukej sikur tashmë ishte marrë përgjigje. Heshtja e Donikës ishte pohim. Balanca e oborrit kishte ndryshuar. Saranda nuk ishte më vajza e heshtur në cep. Qëndronte drejt, pa kërkuar mëshirë, pa lutur për pranimin e askujt. Magdalena qëndroi pranë saj, si mbështetje e heshtur. Nuk erdha për hakmerrje, tha Saranda. Erdha që e vërteta të mos mbetet e fshehur. Shikimi i saj ndaloi për një çast tek Feriti, pastaj u kthye tek Donika. Meritova mbrojtje. Fjala ishte e thjeshtë, por e pakundërshtueshme. Fshatarët shkëmbyen shikime që mbanin gjykim pa bujë. Në një fshat të vogël, reputacioni varet nga veprat, jo nga fjalet. Donika uli syt, e pa aft të përballonte turmën. Ajri qëndronte i rënd me të vërtetën e sapo zbuluar. Për herë të parë që nga ajo mëngjes pranë lumit, e vërteta qëndronte hapur mes tyre, pa u fshehur më në përshpëritje. Oborri mbeti i mbushur me njerëz, por atmosfera kishte ndryshuar. Kureshtja ishte zëvendësuar nga një peshë e rëndë që ndihej në ajër. Saranda qëndronte e qetë ndërsa përshpëritjet lëviznin mes fqinjve si erë mes gjethéve të thata. Një burr i moshuar, i njohur për udhëtimet e tij nëpër fshatra për tregti, pastroi fytin. Ata burra që erdhën atë ditë, tha me zë të ngadalt. Askush nuk njihte familjen e tyre. Askush nuk dinte kush ishin të afërmit. Një grua tjetër pohoi me kokë. Pasi makinat u larguan, nuk kemi dëgjuar më për Liridonën. As një telefonat, as një vizit. Feriti u kthye me vrull. Është e martuar, tha me zë të dobët. Ndoshta janë larguar larg. Burri i moshuar tundi kokën. Ka pasur paralajmërime nëpër qytete përreth. Burra që vinë me ceremoni të vogla, marrin vajza dhe zhduken. Nuk janë burra për martesë. Fjala që askush nuk e tha me zë të lartë u kuptua nga të gjithë. Trafikant. Gjynjet e Donikës u drodhën. Ajo u mbështette dera për të mos rënë. Jo, përshpëriti. Nuk mund të jetë vërtet. Saranda ndjeu ajrin të rëndohej në kraharor. Ceremonia e nxituar, mungesa e grave, heshtja e makinave, gjithçka merrte kuptim tani. Më zëvendësove, tha ajo butë, duke e parë drejt Donikës, dhe ata e morën atë. Fytyra e Donikës u shpërfytyrua, jo nga zemërimi, por nga kuptimi i vonuar. Zëri u thye. Mendova se do të jetonte më mirë se ti. Arsyetimi i saj tingëlloi bosh. Magdalena mbuloi gojen me dorë, sytë e saj u mbushën me lot. Feriti u mbështet te muri i oborrit. Pesha e dy vajzave të humbura në mënyra të ndryshme ishte e dukshme mbi të. Saranda nuk bëri asnjë hap përpara me triumf. Nuk lejoi që mlefi të dilte përpara gjithë fshatit. Përkundrazi, uli syt për një çast, duke përballuar çmimin e asaj që kishte ndodhur. Nuk i kam dashur kurrë të keqen, tha me zë të qetë. Fshatarët e vëzhgonin me kujdes. Disa prisnin ftohtësi, disa hakmarrje. Nuk pan asnjërin. Ajo bëri zgjedhjen e saj, vazhdoi Saranda, por nuk doj t'ja uroja një fat të tillë askujt. Donika ul në tokë, shpatullat i dridheshin. Desha të mbroja gjakun tim, murmuriti. Mendova se po i siguroja të ardhmen. Sakrifikove të dyja, tha Feriti me zë të ngjirur. Fjala ishte e thjeshtë, pa dram. Ishte e vërtet. Heshtja u përhap sërisht, e thyer vetëm nga zhurma e largët e dhive që kalonin në rrugë. Saranda u kthye nga Magdalena. Nga çanta e vogël prej lëkure nxori një zarf të palosur. Për ty, tha duke e vendosur në duar. Magdalena e pa e hutuar. Çfarë është? Për shkollë, për Shkotër, nëse do, ose kudo që dëshiron. Nuk do të qëndrosh këtu nga frika.
Gishtat e Magdalenës dridheshin ndërsa mbante zarfin. Lotët i rrithnin pa u ndalur. Nuk të ndihmova mjaftueshëm, përshpëriti ajo. U përpoqe. Kaq mjaftonte. Gesti ndryshoi sërish atmosferën. Nuk ishte shfaqje ryzhliku, por një derë e hapur drejt mundësisë, arsim, pavarësi, një rrugë jashtë kufive që i kishin të mbyllura. Feriti u kthye ngadalë nga Donika. Fytyra ishte forcuar. Mblidh gjërat, tha. Donika ngriti sytë e habitur. Ferit, që kjo shtëpi nuk do të mbajë më hijen tënde. Vazhdoi. Zgjodhe zilin mbi familjen. Nuk pati britma, as përplasje, vetëm një vendim i thënë para dëshmitarve. Donika nuk kundërshtoi. U ngrit me vështirësi dhe hyri brenda. Pak minuta më vonë u kthye me një valixhe të vogël dhe një çantë të thurur. Askush nuk ofroi ta ndihmonte. Fshatarët nuk talleshin, gjithshte vëzhgonin. E vërteta kishte bërë atë që dhuna nuk mund ta bënte. Ja kishte hequr maskën. Dërsa Donika kaloi përtej portës së oborrit, distanca mes saj dhe shtëpisë bëu përfundimtare. Feriti mbeti në mes të oborrit, shpatullat e rënda, fytyra e lodhur nga më shumë se vitet. Saramba hodhi një vështrim të fundit rreth mureve të gurit që dikur e kishin mbajtur të mbyllura. Nuk ndjeu dëshirë t'i përkiste më ati vendi. Drejtësia kishte nisur, jo përmes forcës, por mes të vërtetës thënë hapur. Çmimi i asaj që kishte ndodhur nuk mund të fshihej më. Obori u zbraz ngadalë, ndërsa fqinjet u kthyen në shtëpitë e tyre, duke marrë me vete peshën e asaj që kishin dëgjuar. Pluhuri ul përsëri mbi rrugën e ngushtë. Dielli I pasdites po zbriste pas kodrave, duke hedhur hije të gjata mbi muret prej guri. Feriti mbeti në mes të oborit, edhe pasi Donika ishte zhdukur në fund të shtegut me valixhe në dorë. Shpatullat I dukeshin më të rrëzuara se më parë. Nuk dukej vetëm më I moshuar, por edhe I lodhur nga brenda. Kur fqinjet e fundit u larguan, ai ju afrua Sarandës me hapa të kujdesshëm, sikur druhej se çdo lëvizje e gabuar do ta largonte pa kthim. Saranda, filloi ai me zë të pasigurt. Të kam dështuar. Ajo nuk e ndërpreu. Kam parë gjëra, vazhdoi ai. Kam dëgjuar mënyrën si të fliste. E dija që trajtoheshe padrejtësisht, por zgjodha heshtjen sepse nuk doja konflikt në shtëpinë time. Ai gëlltiti me vështirësi. Heshtja ime, gati sa nuk të mori jetën. Nuk kishte justifikim në zërin e tij, vetëm pranimi I së vërtetës. Saranda ndjeu fjalët të uleshin brenda saj. Për vite kishte pritur t'i dëgjonte. Jo akuza, jo mohime, vetëm pranim. Ishe babai im, tha ajo me qetësi. Nuk duhej të mbrohesha vet. Ai pohoi me kokë, lotët I mbushën syt. Isha I dobët, pranoi. Mendova se paqja do të vinte duke shmangur përplasjet. Nuk e kuptova se paqja e ndërtuar mbi padrejtësi nuk është paqe. Kjo nuk e fshiu atë që kishte ndodhur, por ndryshoi diçka mes tyre. Nuk të urrej, tha Saranda pas një pauze. Por nuk mund të sillem sikur asgjë nuk ka ndodhur. Nuk ta kërkoj këtë, u përgjigja I shpejt. Të kërkoj vetëm të mos e mbash këtë plag vetëm. Ajo e pa gjatë, duke peshuar sinqeritetin në fytyrën e tij. Të fal, tha më në fund. Fjala doli pa dram, e qetë, e vendosur. Një lehtësim I lehtë I kaloi në fytyrë, por ajo ngriti dorën me butësi. Falja nuk do të thot harres, do të thot se nuk do ta lejoj këtë të përcaktoj pjesën tjetër të jetës sime. Ai uli kokën lehtë duke e pranuar kufirin. Magdalena u afrua dhe e përqafoi edhe një herë para se Saranda të drejtohej nga porta. Zarfi që I kishte dhënë mbetej I shtrënguar fort në duart e saj, si një premtim I brisht. Drani priste pranë makinës, duke I dhënë hapësirë për të përfunduar atë që duhej thënë. Prania e tij ishte mbështetje, jo ndërhyrje. Saranda hodhi një vështrim të fundit nga shtëpia ku ishte rritur. Dritaret prej druri, gurët e babarabart në obor, fiku pranë murit, gjithçka e njohur, por jo më e aftë ta mbante të lidhur me të kaluarën. Kur hyri në makinë, nuk ndjeu zëmërim, vetëm një ndjenjë të qetë për mbylljeje. Rruga përmes maleve ishte e heshtur në fillim. Drita e vonë pas dites jepte shpateve një ngjyrë të artë të zbehtë. Barinjet po kthenin tufat drejt ultësirës. Tymi holl ngrihej nga oxhaqet, ndërsa familjet përgatisnin darkën. Saranda shikonte peizazhin që kalonte pa folur. Rruga që dikur e kishte çuar drejt frikës, tani dukej ndryshe. Nuk kishte më pushtet mbi të. Pas pak kohe, Drani foli me zë të qetë.
Ka diçka që nuk ta kam spjeguar më parë. Ajo u kthye lehtë nga ai. Kur të propozova të ktheheshim këtu, nuk ishte vetëm për mbidhje. Ajo priti. Besoj se kur dikush vendos të ndërtoj jetën me një person tjetër, kjo nuk duhet të nisë në fsheftësi, duhet të nisë me respekt. Zemra e saj u shtrëngua, jo nga frika, por nga pritëmëria. Nuk të solla këtu vetëm për tu përballur me të kaluarëm. Erdha pse kam indent të kërkoj diçka më shpejt. Rruga malore u përkol butë përpara, duke I larguar tropojën drejt asaj që I priste. Për herë të parë, Saranda nuk ndjeu se po largonte nga diçka. Ajo po ecte përpara, duke mbajtur faljen në njërën dorë dhe kujtesën në tjetrën, duke ditur se asnjëra nuk do të sundonte të ardhmen e saj. Rruga zbriste butë nga qafa e malit, ndërsa drita e fundut e pasdites shtrihej mbi horizont. Qielli mbi veriun e Shqipërisë mori një ngjyrë të artë të zbehtë, që shuhej ngadalë në blu të qetë. Drani voziste me ritëm të qëndrueshëm, duart e relaksuara mbi timon. Ajri brenda makinës dukej më I lehtë se në mëngjes. Saranda vështroi malet që mbeteshin pas në pasqyrën anësore. Tropoja nuk dukej më si vend nga I cili kishte ikur, dukej si një kapitull që I kishte mbyllur me qartësi. Pas disa minutash heshtjeje, drani e ngadalsoi makinën pranë një pike panoramike, ku lugina hapej përpara tyre. Parkoi pa nxitim dhe fik motorin. Heshtja që pasoi ishte e natyrshme. A mund të zbresim për pak? Pyeti ai. Ajo pohoi. Ecën disa hapa drejt skajit të shikimit. Poshtë tyre, shtëpitë e shpërdara që ndronin mes arave. Fije të holla tymi ngriheshin nga oxhaqet ndërsa familjet përgatisnin darkën. Era e pishave përzihej me freskinë e mbrëmjes. Drani qëndroi pranë saj, fillimisht duke parë përpara, sikur po sistemonte mendimet. Kur të propozova të ktheheshim, filloi ai. E dija që nuk do të ishte e lehtë për ty. Ajo qëndroi në heshtje. Nuk doja që jeta jote e re të fillonte pa mbyllur si duhet atë që mbetej pas, vazhdoi ai. Besoj se fillimet kërkojnë dershmëri. Saranda u kthye pak nga ai. Sot fola me babain tënd, tha ai, jo për të kaluarën, për të ardhmen. Frymëmarrja e saj u ndal për një çast. I thash se të respektoj, vazhdoi Drani, se nuk të shoh si dikë që ka nevojë të shpëtohet. Zëri I tij ishte I qetë dhe I sigurt. E dua forcën tënde, tha thjesht, mënyrën si u rindërtove pa urrëtie, mënyrën si zgjodhe dinjitetin kur kisha arsye të bëje të kundërtën. Nuk të dua për atë që të ndodhi, të dua për atë që je. Saranda ndjeu një ngrohtësi të lehtë në fytyrë, jo nga turti, por nga ndjenja e kuptimit. Ai nxori nga xhaketa një kuti të vogël kadifeje, nuk u ul me një herë në gjuhë, u kthye përballë saj. Në traditën tonë, tha ai, një burr duhet të kërkojë me respekt. Unë fola me babain tënd jo për të kaluarën, për të ardhmen. Pastaj u ul me një gjuhë. Të kërkoj Saranda, të ndërtojmë një jetë bashk, jo si dikush që është shpëtuar, jo si dikush që ka borxh, por si e barabartë. Nuk pati gjest të madh, vetëm fjalë të qarta dhe të sinqerta. Era lëvizi lehtë flokët e saj ndërsa e pa. Disa muaj më parë ishte varur mbi një rrënjë pemë mbi ujë të rrëmbyeshëm. Tani qëndronte mbi tokë të fortë, përballë një zgjedhjeje. Më sheh qartë? Pyeti ajo me zë të ulët. Po, u përgjigja ai pa hezitim. Jo si tragjedi? Jo si tragjedi. Ajo mendoi për lumin, për oborin, për faljen që kishte dhënë, për qetësinë që kishte ndërtuar. Ky moment nuk ishte aratisje, ishte drejtim. Të zgjedh, tha ajo. Fjalët dolën të thjeshta dhe të vendosura. Ai hapi kutinë të vogël kadifeje dhe I vendosi unazën në gisht me kujdes. Ishte elegante, por e thjesht, duke reflektuar dritën pa teprim. Kur u ngrit, nuk e përqafoi me dram. Mbështeti ballin lehtë në të saj për një çast, një afrim I qetë. Poshtë tyre, dielli u zhduk pas maleve ndërsa qielli në dritë të butë mbrëmjeje. Saranda hodhi një vështrim të fundit mbi lugin përpara se të kthehesh drejt makinës. Nuk ndjeu nevojë të shikonte pas. Rruga përpara ishte e hapur. Vajza që dikur ishte shtyrë drejt errësirës, tani ecte përpara me zgjedhjen e vet. Nuk po ikte më nga frika, po inte në të ardhmen e vet.